Medias. Sistemi i barnave do të jetë në kontroll të rrep për të shmangur abuzimet. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Kontrollit të Barnave paraqesin analizën vjetore 2011 ku bëjnë të ditur se do të ketë kontroll të rrep në shitjen e barnave. Sistemi farmaceutik në Shqipëri përjeton sot një moment ridimensionimi, një nivel transparence si asnjëherë më parë, një nivel hapje që siguron konkurrencë shumë të gjerë si asnjëherë më parë. Detyrat kryesore tonet janë ulëria e qëndrueshmërisë së sistemit, SPAR-i, ulëria e arritjeve së dyti dhe kontrolli i fortë dhe efikas që është bërë kontrabandës duke. Drejtori i Qendrës së Kontrollit të Barnave, bazuar te kjo analizë, shprehet se kemi ulje të çmimit të ilaçeve deri në rreth 10 herë më pak krahasuar me vitin 2008. Vlen për të theksuar që jemi vendi më i lirë në Evropë dhe në botë me tarifat që ofrojmë, qoftë për regjistrimin e barnave, qoftë për shërbimet e tjera të importit të barnave, qoftë për prodhimin vendas, qoftë dhe masat administrative në fakt janë më të voglat në vendet e rajonit. Për vitin 2012, sipas ministrit Vasili, objektivat dhe angazhimet do të konsistojnë në pajisjet mjekësore, hartimin e drafteve të akteve nënligjore, rritja e numrit të punonjësve, edukimi i tyre në qendrat evropiane dhe rritja e fondeve në dispozicion.